besimnet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli ligjëratave këshilla nga urtakët e këtij ummeti. Jemi në sahabiun e radhës, ku si çdo herë kemi me folë për jetën e sahabiut e pastaj për fjalët dhe këshillat e sahabiut në fjalë. Sahabiu I radhës që do të plasojmë dhe do të shpalosim para juve këshillat e tij është një sahabi I këndshëm, një sahabi I dashur, I cili është nga 10 të përgëzuarit me xhenet, I cili është nga familja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, konkretisht djali I migjës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, djali I Ebu Talibit. Është fjala për Aliun radhiyallahu anhu. Aliu radhiyallahu anhu është sahabi I pejgamberit alayhi salatu wassalam, njëkohësisht është familjar I të dërguarit të Allahut, ka linë në Mekë 9 vjet para se me u shpall pejgamber Muhamedi alayhi salatu wassalam. Është khalifja I 4 me radhë I muslimanëve me konsenzus të dietarëve të ehli sunnetit, I pari prej tyre Ebu Bekri, I dyti Omeri, I treti Othmani, I katërti është Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu është prej të parëve që ka pranuar Islamin në Mekë, afërsisht në moshën 10 vjeçare ka qenë kur e ka pranuar Islamin Ali radhiyallahu anhu dhe ka pranuar Islamin I dyti me radhë, nga se I pari është që e ka pranuar Khatijja, gru, I dyti është nga fëmijët Aliu, ndërsa nga burrat e Abu Bekrit. Pra nëse dikush të pyet kush e ka pranuar nga burrat Islamin, I pari është Abu Bekri. Kush e ka pranuar Islamin prej grave, e para është Khatijja, gruaja e pejgamberit. Kush e ka pranuar Islamin prej dëvëgjëve, fëmijëve, është Ali radhiyallahu anhu. Kurse në renditje të përgjithshme është Khatijja e para, I dyti Aliu, edhe I treti është Ebu Bekr as-Siddiku radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu thënë është prej familjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, konkretisht është djali I migjës së pejgamberit, pra djali I Ebu Talibit. Është interesant që është Aliu ai I cili e ka marrë guximin me pranu Islamin, kurse baba I tij edhe familjarët e tij kanë nguru edhe nuk e kanë pranuar Islamin. Pra, është ai që ka marrë guxim në moshë të re, përkundër që familjarët se kanë pranuar këtë fe të bukur, është Ali radhiyallahu anhu I cili ka marrë bajrakin edhe ka pranuar Islamin. Normalisht në sahar që çojmë salavate për pejgamberin alayhi salatu wasalam, zakonisht çojmë salavate edhe për familjen e tij. E prej familjes së tij është edhe Aliu. Pra sa që çojmë salavate na I çojmë përshëndetje salam edhe Aliut radhiyallahu anhu, nga se është pjesë e familjes së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na shpesh herë kur dukende dëgjojmë duke bu mejzin apo duke çu salavate për pejgamberin, nëse ai ka kufizu salavatet, na kemi këshilluar që me I thon salavatet e plota. Për shembull, dikush thot Allahumma salli ala Muhammed, do të me çu salavatin vend, Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammed. O Allah, çojmë salavate dhe selame për Muhammedin dhe për familjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu është prej 10 përgëzuar me thamë me xhenet dhe nuk ka pas betejë, nuk ka pas luftë që Ali radhiyallahu anhu nuk ka marrë pjesë në luftrat në fjalë. Nga se prej veçurive të tij është se Ali radhiyallahu anhu ka qenë trim I madh, ka qenë trim gjigant dhe nuk ju ka trem syni asnjëherë në beteja edhe në luftra. Pra në njërin prej betejave Ali radhiyallahu anhu, pra luftën e Khajberit, një ditë ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot shokëve të vet, nesër mëngjes ku mi dhon flamurin një njerit, një personit që atë person e don Allahu azza wa jall, edhe të don I dërguari alayhis salam, dhe ai e don Allahin dhe pejgamberin. Nesër ku mi dhon flamurin, pra me majt flamurin, me dali pare rreshtin e parë në betejë,
një personi që e don Allahin dhe pejgamberin, edhe Allah dhe pejgamberi e dojnë ato. Atë natë shumë për i sahabive, shumë prej luftëtarëve nuk kanë fletë rahat, duke ndru se mos valë mua pejgamberi po ma e flamurin. Mos valë mua pejgamberi po ma e flamurin, me barë flamurin në betej, në ushtri, se ka qenë privilegj. Aliu radiallahu anë shumicin e betejve ka barë flamurin e luftës, se ka qenë edhe majri, ka qenë edhe trim, radiallahu anë. Si do qofë kërë qunë nesër sabale mëngjes, mlodhën gjemati, mlodhën luftëtarët, sahabët radiallahu anhum ajma'in afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe pritëshin se kuna pejgamberi po e jep flamurin. Pejgamberi asam pyeti ku është Ali ibn Abi Talib. Ku është Aliu? Tha ja Rasulullah, nuk mujti me ardhë më mbledh afër teje me neve, për shkak se ka problem me shikim, ka problem me njërin prej syve ti. Andaj nuk mujti me ardhë më mbledh në këtë mexhlis. Pejgamberi tha njëri prej sahabive, qush ka edhe merre Aliun radiallahu anhu. Edhe quhet njëri prej sahabive dhe e bjen Aliun radiallahu anhu, i cili ka pas defekt në sy. Ka pas problem me të pamurit me njërin në sy, se ka lëndu në betej. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam me pështymin e tij të bekume, e pështiu në farlloj pështime të lehtë në sy, edhe ja farkoi synin dhe me lejnë e Allahut azza wa jall ju largu pengesa të pamurit Aliut radiallahu anhu dhe i tha pejgamberi sallam që ku e ke flamurin dhe ti ai që e bardh flamurin në betejën e Khejberit. Pastaj ka qenë edhe në luftime të ashpra si lufta e Bedrit, pastaj lufta e Uhudit, dhe sa ka arë mundësia me dalë me luftu me idhujtarët i pare në saf, Aliu ka qenë i pare. Për para të ndëruar xhamat ka qenë tradit, para se me fillu beteja me shpata, me kuaj, me deve, të dy palët, edhe pala muslimanëve, edhe armisha muslimanëve, e kanë qitë një njeri që ka qenë maj fort mesin e tyve. Do thotë kanë bo dy luftim, para se me fillu beteja kanë bo dy luftim, dy persona, një anej, një kënej. E pastaj ka fillu beteja e përgjithshme në detaje pa bodallime mesin e luftëtarëve. Dhe Aliu radiallahu anhu ta shohim që ka qenë trim, do thotë i pa shembull, dhe normalisht ka qenë njëri që ka pas pozitë veçantë edhe tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, po edhe tek sahabët radiallahu anhum ajma'in. Mirë po megjithatë, edhe ky si sahabi me datën 17 Ramazan vitit 40 Hijri, dhe ka vdek Aliu radiallahu anhu dhe është mbyt nga një njeri i cili ka thonë vetës musliman dhe ka qenë prej njëri prej sekteve xhavarishve dhe normalisht i ka shku prapa pas namazit edhe e ka therrën Aliu radiallahu anhu dhe ka vdek si shahid. 5 vjet ka qenë khalife edhe ka qenë udhëheqi i muslimanëve. Është interesant se sahabët e kanë respektu shumë për shkak se përveç trimnis ka qenë i dallum edhe me dije Aliu radiallahu anhu. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, thot Allahu azza wa jall i ka shiku zemrat e krijesave, njerëzve, edhe ka pa që nuk ka zemër më të pastër se sa zemra e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, andaj e ka zgjedh pejgamberi sa si të afërt të tij, të dashur të tij dhe pejgamber. Pastaj ka shiku prap zemrat e njerëzve edhe ka pa që nuk ka zemra më të pastra, më të dlirshme, që e meritojnë me qenë ndihmtar të kësaj feje, e meritojnë me qenë përkrahas të këtij pejgamberi se sa shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sahabët radhiyallahu anhum ajma'in. Ali radiallahu anhu tham ka qenë, do thotë, i shuar me disa veçori. Dhe normalisht e kemi thonë edhe më herët, me dallu një sahabi me veçori është problem. Pse? Për shkak se ata prasisht kanë qenë të njëjtë në veçori. Për shembull kur ta mirësh mbamirësi kanë qenë të gjithë bamirës. Kanë bo gara se cili po jep më shumë sadaka. Kur ta shifsh në trimni se cili ka qenë më trim se tjetri. Edhe elemente tjera do thotë i kanë pas cilësitë e ngjajshme. Ata sahabia dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam.
për me dallu në dituri Aliu radiallahu an, është edhe rasti kur pejgamberi alayhi salatu wasalam në moshë të re, diku në moshën 22 vjeçare, i thot Aliut radiallahu an, shko gjykatës në Yemen. Normalisht Aliu radiallahu an kur dëgjoi kërkesën e pejgamberit selam, një farforme hezitoi. Jo që hezitoi me çu fjalën e pejgamberit në vend. Jo që nuk dashti me ju përgjigj fjalës së pejgamberit dhe urdhit të pejgamberit, por u ndi keq. Dhe tha, ja Rasulullah, në Yemen ka hoxhallar, në Yemen ka njerëz dijes më të shumë se une, në Yemen ka njerëz më të dishëm se une. Andaj unë jam i ri 22 vjet me shku gjykatës në Yemen. Atër pejgamberi selam me dorën e tij të beku me djath, pra e vendosi dorën e tij në gjoksin e Aliut radiallahu anhu dhe boni dua që Allah i me pajis me dije dhe urtësi. Aliu radiallahu anhu dhe i tha, shko dhe vazhdo edhe dëgjoje atë çka po të them. Thot njëri prej tabiinëve, Sa'id ibn Musayyib, ka qenë dietar i madh mas sahabëve radiallahu anhum ajma'in, thot kur kush pi sahabëve, shokëve pejgamberit nuk ka guxu me marr guximin edhe me thon vetëm çka doni për fenë e Allahit se unë e keti di. I vetmi që e ka marr guximin, edhe që ka qenë në gjendje me dhon fetva për fe, për çdo mesele ka qenë i dalluari prej tyre Aliu radiallahu an. Thot Ibn Abbasi radiallahu an, nëse kena hulumtu ndonjë mesele argumente, edhe kena diskutu se si me zgjidh meselen, nëse rastësisht kemi dëgju që Aliu ka dhonë fetva në këtë mesele apo në atë mesele, jemi rahatu se fetvaja ati ka qenë fetva e përputhur me Kur'anin famlar edhe me sunetin e pastër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aliu radiallahu an ka qenë edhe ai që është respektuar edhe nga Omeri radiallahu an. Dhe nëse i shohim fetvat e Omerit edhe fetvat e Aliut kanë qenë të ngjajshme, nga se shumicën e rasteve Omeri është konsultu me Aliun. Ani pse ka qenë khalife, po ka pas dy konsulanta, dy njerëz që u konsultu me ta. Prej tyre ka qenë Abdurrahman ibn Aufi, edhe prej tyre ka qenë Ali ibn Abi Talib. Me këta dy, Omeri është konsultu për mesele çështje fetare, qofshin fetare në përgjithësi, po qofshin edhe udhëheqjen e shtetit islam. Tregohet një rast që një burr, kur ka qenë khalife Omeri, u martu. Edhe më njëherë mas martesës muin e 6 gruaja pi lind. Na jena mësu që gratë me lind ku t'i bojnë 9 muj. Edhe në kohën e Omerit ky burri kur u martu mas 6 mujve i lindi një gru. E tash ky burri filloi me dyshu në gruan e vet. Edhe dashti me qyt në gjykat gruan e vet. Ku me qyt në gjykat e Omerit? Pse? Po dyshoj që çiki e vlat që ka lind sot nuk është i jemi. Omer radiallahu anhu tha, a dyshon moralin e gruajës tonë? Tha jo. E pse po dyshon që e vladi është joti? Tha po dy arsye. Arsyeja e parë është që kjo gru ka qenë e martuar para mua. Arsyeja e dytë është po dyshoj se çish është e mundshme me 6 muaj martesë, më në herë mas 6 muaj po lind fëmia. Unë këtë gru se kum njoh para 6 muajve. S'kum pas kontakt me këtë gruën. S'është e mundshme kimi kuën fëmia jam. Edhe Omeri si halife i muslimanëve gati bindet. Edhe gati këtë uran gjuna. Me hinë ha grujës në fjalë. Edhe duke ka përsy në udhëhecin shtetërore, Aliu peshef këtë grujën, peshef këtë burrin edhe peshef Omerin. Tha çfarë halli keni që keni ra mallzu shumë. Tha o Ali, e gjykova këtë rast dhe po dyshoj që ky fëmijë që ka lënë nuk është i këtij burrit. Tha arsyeja pse? Për shkak se ky burr këtë gru se ka njoft më herët. Për shkak se ky burr me këtë gru është martuar që 6 muaj. Edhe për shkak se kjo gru ka qenë martuar me ka mundësi ka ardhur shtatzanët e ky burr, e ka mshesh shtatzanin edhe nuk e ka udhëzu realitetin burrit. E po dyshojmë që ky fëmijë nuk është i këtij. Atë s'ka pas ADN analiza. Ju në mundu me gjyku si pas gjishteve të komës
sipas themrës, sipas fizionomisë, përgjithësi. Aliu i meqëm, tha, e çfarë gjykut? Thot, po doj me gjyku këtë gruan që ka ardhur me fëmijë huj, shtëpit burrit vet, tash që ka burr. Aliu thot, keni gabu. Thot, pse? Thot, a budoni me argumentu që ju e keni gabim, kjo gruaja ka mirë. Thot, hajde ai likoft. Aliu i thot Omerit, o udhëheqë muslimanëve, a se ke ngu fjalën e Zotit kur ka fol për shtazanin 2 hera? Tha, hajt kallzon çka ka fol? Tha, ka thonë Zoti xhaleshanuhu wa fisaluhu fi amain. Tha, gjithdhënia që ka hak nona mja dhon vajzës, djalit, konkretisht e vladit është 2 vjet, 24 muaj. Tha, po çashtu është? Thot, a se ke ngu fjalën e Zotit ku ka thonë Zoti tjetër vend Kur'an, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Edhe shtatzania, edhe gjithdhënia është 30 muaj? Tha, po. E tha, pjestoje, apo zbrite. Kënej për thot Allah i 30 muaj. Kënej gjithdhënia 24 muaj. Sa bojnë 30 minus 24? Tha, 6 muaj valla. Apo muaj ka njeri 6 muaj. Gruja me me shtazon edhe muajin e 6 me lind. Tha, po mire ki. Tha, sa i meqëm edhe sa i dishëm i e o Ali. Mos t'ishte ti afër meje në pushtet, kisha pas me thuj qafën edhe me gabu edhe me bankrotu. Njeri me argument kuranor, edhe pastaj ju ka sjell argument logjik. Kënej Allah i pëllot 30, kënej me një vend qëtër pëllot 24, 30 minus 24, a bojnë 6 muaj, po familje ki. E atër thot, që kjo thmi që ka linë kjo nanë mujnë e 6, o thmi i kësaj edhe i këti burri që është i martu me te, e jo i burrit para prak. Pas gate dorën se na qiten dritë edhe na zgjidhe apo na zgjidhe problemin o Ali. Thot, mençuria edhe dituria e Aliut radhiyallahu anhu është vërejt. Edhe se ka qenë gjallë pejgamberin edhe mas vdekjes pejgamberit. Pse? Se ka bëu dua për të sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka qenë edhe trem i madh Aliu radhiyallahu anhu, saqë 90% betejave e ka marrë flamurin. Dikush mundit me pyet, çka do të thonë ka uash fjala e ka marrë flamurin në dorë. Do më thonë që nëse dezerton shumica ushtarëve në betej, ky që e ka flamurin, edhe nëse mbytët nuk guzon me lëshu flamurin pidore. Mi kallzu ushtrisë jo muslimane që ende ka burra, që ushtria muslimane së shdërzu. Luftën e Uhudit, shumë pisa sahabive ju ndërzu në lufte përgjakshme, e rond, Aliu ka qenë afër pejgamberit edhe se ka lëshu pidore flamurin. Ju ka këput në jador, e ka qitë flamurën në dorën tjetër, ama mu dërzu jo. Transmetohet që në njërën prej luftrave, prej tyre luftën e Hendekut, apo luftën t'llapa e Ahzabit, pejgamberi a.s. mazi u përballën të dy ushtrit, ushtria armiqve në ndena, musliman kinena. Tha mosh ka qenë zakon, ka qenë tradit që para se me fillu beteja, në përgjithësi, se cila palë me qitë ushtarën e vetë matë fort. Edhe me këshyrë cili pe mund njëj tjetërin. Për e ushtrisë se ju muslimanëve ka dal një luftëtar që ka pas emrin Amr ibn Wud. Edhe që kjo Amr ibn Wud ka qenë luftëtar edhe i shkat, ka qenë fizikisht i shëndush, o fjala aspektin e muskujve, ka qenë i përgatitur luftar arkitikisht. Edhe tash po vjen radha pejgamberit me qit një luftëtar të vetin. Me kuna me luftu? Me qiket luftëtarën Amr ibn Wud, i cili ka qenë luftëtar i madh. Pejgamberi ran hall. S'po di kuna me qit. Se kisha sha dul, thot populli ta fshin Asadin. Edhe Aliu radhiyallahu anhu tha, ja Rasulullah, bën unë me dal. Pejgamberi tha, je i vogël, hala i rije, në të kuptimin e fjalës, 22 vjet. Ky është shumë i fuqishëm, tutna që po të myt. U kthi Aliu. Prap s'po del kur kush pi sahabive, Aliu tha, unë po dal ja Rasulullah. Pejgamberi tha, tërhequ, i rije hala. Tha, ja Rasulullah, unë po dal, çka duhet në të bëhet. Nëse myt, inshallah bi shahid. Nëse unë e myti, ja heki qafën i qafirit, edhe një bardhogit. Pejgamberi tha, del. Allahu akbar, Allahu akbar. Aliu dul e çiki jo muslimani Abun ibn Wud, kur e pa Aliun i argjuna. Çka i tha? Unë s'kam qef tha me my fëmi. Po më dhimësh me të mbyt, i ki 20 vjet. Hanes ki mu martu, shkohin e resht ushtarve që të ma një migjë tonë ndin.
Që të më dëni migjallar të undin, pe migjallarve tu, ti e hala i ri, unë me ty s'po du me luftu, o djallë. Aliu po busqesh, po thot, ti s'po do me luftu me mu. Po të dhimna, më thoi se unë i ri, ama unë e po du me të afshira Asadin. Thot, qysh, ti mua, ma mre, thot se i vogulje, hajde të përprovojmë. Bismillah, Allahu Akbar. Filloi betejë mes dy luftëtarëve, Amr ibn Hud dhe Ali ibn Abi Talib. Pejgamberi ka qenë ankth, se ju ka dhimbë të i ri. Edhe Aliu radiallahu anhu me lenë Allahut e mbyti këtë armik të Allahut, edhe nuk u mur vesh kur e mbyti, por kur e dëgjuan fjalën Allahu Akbar, u mur vesh që Aliu fitoi betejën me këtë armik të Allahut azza wa jall, edhe musliman pastaj fillon luftën e Hendekut apo luftën e Khajberit. Edhe çështja e fundit është e rendi më bo khalife i muslimanëve, i katërt i me radhë, 5 vjet e ka marrë pushtetin. Edhe Aliu radiallahu anhu përkundër që pushtetar ka qenë zahid. E luftun musliman një betejë e fitun, edhe çast shumë ka pas materiale, plashkat luftës, sa që Aliu ka mujt më bo milioner, se i ka taku si kryetari i shtetit. Kur ja kanë pru Aliut plashkën e luftës, i ka thonë, çka keni fitu plash luftës, kej fukarave me ja çu. Edhe s'dua as plunën e plashkës luftës mbalon. Një për ditëve e pa dikush pi muslimanëve duke ecë me gomar. I tha ti e kryetari i shtetit, bleni një kali të mirë, mos ec me gomar. Tha po du me nënçmu dunjan. Edhe mi kallzu dunjas që mu s'mujtesh me mashtru, se unë jam ai që e du ahiretin, edhe nuk jam ai që e du dunjan. Mirë po, si çdo herë njerëzit e drejtë kanë armiq. Aliut radiallahu anhu ja bonën kurthën, edhe mbytën, do thotë duke shkuar në xhami me fal namazin, e mbyti një armik i islamit që vetit e thëjke musliman Abdurrahman ibn Muljim, e theri nga mrapa, edhe vdiq Aliu radiallahu anhu. Mirë pa ajo çka gabojnë sot njerëzit të ndëruar xhamat, prej tyre shijat, çka thojnë? Thojnë që thojza Gjibrili e ka gabu shpallën. Pse ka gabu shpallën Gjibrili? Për shkak se ka pas me aqu Aliut shpallën me bu pejgamber, e jo Muhammed asram. Ai Zotin na ruaj piktive budallakive. Kjo është pifje. Aliu është halife i 4 i muslimanëve. Është prej familjes pejgamberit, e dojmë me respektojmë. Ama kur se bojnë pejgamber, e as nuk e çojmë manal se sa me qenë krijes e Zotit xhelalu ala. Edhe ngjarja e fundit është kur dashtën me bu hijretin Ebu Bekri me pejgamberin, idhujtarët vendosën atë natë me hinë shtëpi pejgamberit edhe me mbyt. Rasulullah i tha Aliut, apo flen krevet temin në vendin tem. Aliu ka hinë krevet pejgamberi dul. Edhe dashë Zoti idhujtarët nuk e pan, kur hynën me mbyt pejgamberin në shtëpi pejgamberit, kur e pan Aliu qenë ka në krevet. Pra ka qenë burr i madh, ka qenë trim i madh, ka qenë sahabi, shok i pejgamberit, i familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dojmë dhe e respektojmë asa na ka mësua Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Zoti i mëshirë, alhamdulillahi rabbil alamin.